disa herë, e kam thënë edhe para zgjedhjes presidentit Trump, i kam përsëritur edhe pas zgjedhjes tij, dhe ky është zënë peng tani i vendimeve apo i marrëveshjeve ndërkombëtare, detyrimet nga cilat i ka pranuar, e detyrimet cilat janë dhe marrëveshjet si tilla janë ndesh me kushtetutën e Kosovës dhe me interesat e shtetit Kosovës. Pra, në esencë e cenojnë integritetin territorial të vendit duke krijuar një autonomi politike territoriale në një tretën e territorit, por si asociacion i hapur përfshin edhe të gjitha lokacionet e objekteve religjioze dhe vendbanimeve të tjera të vogla të komunitetit serb nëpër Kosovë. Dhe ky duhet përballet me këtë implementim. Pastaj do të përballet me statutin që ka sjellë Bashkimi Evropian, e që është i shkruar në Beograd, i cili është kushtetuta e kësaj autonomie territoriale politike, dhe ku do të instalohet menjëherë komitejo zyra për Kosovën si qeveri provizore. Ky i din mirë këto veprime që i ka bërë. E din mirë se do të përballet menjëherë me to. Prandaj po lufton me çdo kusht, o ta ndajë qeverisin me dikë dhe ta ndajë edhe përgjegjësinë me këtë, ose të shkojnë në një qeveri provizore siç po flasin tash, por këta me një qëllim krejt tjetër. Jo në atë qeverinë gjithë përfshirës të siç kanë propozuar personalisht vetë dhe e kanë elaboruar edhe si program, edhe si kozgjatje, edhe detyra taksative, por një qeveri që këtij ja plotson atë kuadrin ligjor dhe e përafron për të ndarë përgjegjësinë ndaj, nëse trajtohet me gjuhën penale ndërkombëtare, tradhtisë që është bërë interesave të shtetit. E tash, po mundohet me çdo kusht që të ikë formimit të qeverisë dhe të ketë një qeveri ku do të bashkëndajë përgjegjësinë. Sinjalet e para të këtyre paradokseve po jepen tani me koalicione që po krijohen në nivelet lokale, pra po përqafohen në dashuri të reja politike do t'i quajmë, të cilat s'kan as parim me bazë mbi të cilat ndërtohet një filozofi politike, as moral, vetëm e përshfaqin etjen për pushtet. Pra, kjo nuk është kurfar parafrimi për interesat e qytetarit as vendit, por thjesht për karriken. Pra, këta janë personat, shife, na kemi krizë të identitetit e leadershipit politik në vendit tonë, të dy partive që veç u shpërfaqen tani me këto lloj dashuriqkash politike në nivel lokal, edhe Liga Demokratike, edhe Aleanca për Arminë e Kosovës. Pra, janë liderët që ta zëm, Liga Demokratike, kryetari i saj ka deklaruar se nuk votojmë asgjë dhe askënd që vjen nga lëvizja vetëvendosje, se janë përcaktuar për qenë në opozitë. Dhe tani po mduket e kanë pa atë Karimi që kanë paralajmëruar prej kohësh se ky do ta mbajë këtë krizë derisa ta kalojë përtej ballotazhev edhe dalin në periudhën kur duhet zgjedhet presidentin, në fakt se nuk po paragjykoj se do të jetë kjo, por është duke zhvilluar kjo. Edhe tani në këtë lëvizje po afron karrotën tek personat që e kanë ambicien për qenë kryeministër të vendit gjithmonë në koalicion me Albin Kurtin. Dhe shenjat e para të këtij degradimi i ka dhënë vetë Liga Demokratike me koalicionet që përfojmë. Këto jo bën jashtë statutit partisë, pa dienit partisë, këto janë teori sa për të mbuluar radhën, këto nuk qëndrojnë. Se nuk mundet me vepru askush brenda një subjekti kokën vete, se ka strukturë veprimi. Mirë po tash po kthehem te shkelja e parimeve. Pra, e kanë quajtur në një periudhë vetë Kurtin e kanë quajtur rrezik kombëtar. Pastaj ky personalisht i ka ndërsjellë se ka etiketuar të dy këto parti, edhe neve, edhe gjithë spektrin politik, si produkt serb dhe rus. Pastaj e kanë quajtur ndërsjellë as prap kryetari i Aleancës që tash po bën koalicion në fushë Kosovë, e ka quajtur agjenturë serbe dhe ruse. Njëri që po ndan Kosovën, që po përplas SHBA-n, po krijon përplasje me SHBA-n, që po izolon vendin e tjera. Po edhe ky ka quajtur tradhtarë që janë bashkëndim me Vučićin dhe Beogradin. Pra, dhe për interesat vogla lokale po i hapin derën dhe mundësinë vetvetes që subordinohen në qeverisjen qendrore. Kështu që gjitha këto shtyrje, domethënë ose mos zërim fare për atë se apo përgatitet, çka po përgatitet tjera, po tenton ta ruaj atë konfidencialitetin, të nxit kurreshtjen dhe të mobilizoj edhe aspektin tjetër politik, edhe qytetarët, po edhe mediat e gjithë neve që bëjmë analiza. E tani, pse po bën këtë? A mund të krijojë një befasi ky të papritur dhe që do të stabilizojë vendin në procesin politik jo? Këtë brum që ka, me këtë do të gatuj. Ky erdhi me ekipin e parë, që në vitin 19 kur fitoi, në vitin 20 kur e bëri ra për 52 ditë për shkak se kishte shkel vijat e kuqe në raport me interesat e gjeostrategjinë amerikane në rajon. E mori këtë 21,
5 dhe shikojeni çfarë ka sot në Kosovë, domethënë asgjë, asnjë zhvillim, asnjë investim, asnjë përparim, asnjë ecë përpara, përveç se regres, edhe në ekonomi, edhe në zhvillim, edhe në infrastrukturë, edhe politikat brendshme, edhe të jashtme, atërim raportesh me BE, masa nga BE-ja, sanksione sot nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra ndërprerja e dialogut strategjik janë sanksione të pastra. Ne jemi në pozicionin në njëjtë në raport me BE-n dhe SBA-t jemi në raport njëjtë siç është sot Putini dhe Rusia. Dhe tani këta po i hapin, ky po mundohet që të krijoja të qëndroj dhe të detyroja po të josh përmes karroca po për shkak të ndonjë agjende të përbashkët shife. Unë këta nuk i shoh këtu bashkëlehtësisht si rastësi që po parafrohen edhe se pas kanë interesin kombëtar prioritet. Jo. Unë këta njerëz i shoh më shumë si janë peng një zinxhiri ndikimit që fillon që nga Soros, se presidentja janë $180,000, $160,000 është vetë kryetari i LDK-s, Albini është bërësisti i Sorosit. Dhe këta janë një ekip që kanë detyrime dhe këto fillojnë nga Soros e kalojnë pastaj përmes agjenturave të tij, që i ka edhe në Beograd, po edhe në Tiranën tonë të tashme, edhe në Prishtinë dhe po mbajnë gjallë vetën që me i shërby interesave të huaja, po jo interesit Kosovës. Kështu që e tham me plot kohë, kam qenë dëshmitar i vitit dikon 23, po kur urzua ky për herë të parë, dhe provoj pastaj të bënd të prapë qeveri 21, 22, dhe u fut në listën e zezë, parashikoi të shpallën në ngrata, kishte një afat 181 ditor. Dhe ka qenë deklarata presidentes Osmani kur thot e shpëtova nga non grata. Sot Albin Kurti është non grata e heshtur dhe kjo heshtje po bëhet vetëm për të mos e poshtruar publikisht shtetin dhe qytetarët e Kosovës. Pra, këta partitë që janë po fillojnë të shfaqin këso farë hipokrizisht të ofru për koalicione ku ta diune, po i japin oksigjen për mbjetesë në kurrë të interesave të shtetit. E kjo mendoj se është një situatë kur rolin kryesor tani duhet me marrë qytetarë, sepse kjo nuk është politik, po kjo është një lloj dorëzimi. Pra tregtia e ulët me dinjitetin kombëtar dhe në këtë lloj pesë do ta quaj, nuk dallohen më të majtë djathtë, ka vetëm përfshirë dhe ka të nënshtruar, cili është cili veç po dihet. Pra janë pengja të zinxhirit përbashkët që i dirigjon që nga lidhjet që kanë me Sorosin e deri tek politikat, të cilat sot po hetohen në SBA, hapur po flet presidenti Trump për hetimin e ndikimit të politikave dhe unë besoj se Kosova më spaku ka nevojë për këtë lloj dashurie politike dhe ka nevojë, është jetike që sot ketë një katarsis politik, një katarsis kombëtar për të shpëtuar një herë mirë nga kjo strukturë. Unë s'po predikoj këtu të ketë ndonjë luftë apo ku ta diun civile apo çfarë pretendon Albin Kurti dhe postionon ta çoj popullin në drejtim. Por një bashkim për të mbrojtur dinjitetin e shtetit dhe aleancën që e kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk ka më kohë kompromisesh. Ajo kohë ka mbaruar me Kurtin, është provuar tash sa vite. Kanë provuar amerikanët nga politikat nga më të ndryshmet për ta shpëtuar situatën në emër të Kosovës, duke paralajmëruar se po shkelet demokracia, po devijohet kursi i demokracisë dhe këta kanë quajtur si interferim në politikën e brendshme. Imagjino referohem deklaratës së presidentes vendit, ne jemi shtet sovran dhe marrim vendime sovrane në raport me kënd, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, po shihet se kjo klasë politike gjithë këto vite lëri nuk po reformohet dhe unë mendoj se është populli ai që duhet ta reformojë këto me votë, edhe me një lloj mos dëgjueshmëri qytetare apo një refuzim total çdo mashtrimi të ri politik që po pretendohet të bëhet tash me formimin gjatë të qeverisë Kurti 3. Pra duhet të kthehemi tek parimet e shnosha me të cilat është ndërtuar demokracia e Kosovës me asistencën direkte të Shtetit Bashkuar të Amerikës, edhe vendet demokratike të Evropës dhe në misi të përhershme që kemi ruajtur me SBA duke respektuar gjithmonë ndershmërinë politike. E qartë, zoti Berisha, shumë të tjerë sugjerojnë edhe krijimin e një qeverie teknike, pra sigurisht tu për të miratuar buxhetin dhe marrëveshje ndërkombëtare, të cilat ashtu si e tham kanë mbetur edhe pezull. Ju si shikoni këtë ide pra nga pozicioni i PDK-s dhe a do të jeni ju që do ta mbështesni një qeveri teknike në këto rrethana që jemi aktualisht? Shife, qeveria teknike nuk është zgjidhja. Qeveria teknike është ruajtje status quo-s dhe çka po flitet, miratimin e buxhetit, cili buxhet? 3.6 miliard ka qenë buxheti i fundit. Qartë. Le të ma thonë një investim 1 milion.
sepse s'ka pas institucione. Qeveria ka qenë kudestare, filloi ajo me aloku buxhete, me dhon shapodivën 100 euro atë studentat e paku për familjet nevoje ku ta diune. Po këto janë abuzim me buxhetin. Gjykata Supreme e Kosovës i ka nxjerrë jashtë loje, i ka qujtë jashtë ligjshëm. Nuk kanë guxim, ju e pat, institucione dhe shtete serioze, ishte përfaqësuesi i NATO-s, ishte përfaqësuesi i Bashkimit Evropian e të tjerë, nuk e takuan në objektet të qeverisë, sepse ata kanë kulturë shtetërore dhe institucionale. Nuk futet në objektin e qeverisë me një person se gjykata e vet supreme i ka thënë, ti s'guxon me u fut aty, është abuzim. Qartë. Tani, këta abuzojnë sepse e dhunojnë shtetin. Abuzojnë sepse nuk ka qytetarët e Kosovës që kanë humbur dinjitetin. Për shkak të lodhjes nga çështjet sociale, varfëria, mos perspektiva, ikja, të rinjt nuk mendojnë më për dinjitetin personal dhe dinjitetin familjar dhe kombëtar e shtetëror, por shohin si ta bëjnë një zgjidhje të shpëtojnë nga kjo shoqëri, ky pushtet që është krijuar në Kosovë. Dhe prandaj ky abuzon me shtetin se s'ka kush i del tek porta. Nuk ka qytetarë që e rrethojnë kuvendin, 24 orë ju japin ultimatum ose i fusin në kontat mbeturinave. Pra, prandaj ka ra dinjiteti qytetar. Shoqëria civile janë të kapur. Unë kam pa një sinjal, një fije shpresë kur dolen me ato karrigat, thashë se po vehen lëvizje. Por jo, jetë kapur në çka? Në do buxhete që do të m'ia dhon ministrite ku ta diunë do projekte do sene. Për ka 10.000 euro, 15.000 euro e lojnë e shesin me shtete, me pushtete, me dignitet. Prandaj Kosova është në gjendje kritike, prandaj dhe i thash ato çfarë i thash se ne duhet t'i kthehemi parimeve të ndershme mbi të cilat e kanë ndërtuar shtetin dhe të respektojmë paralajmërimet e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, që e kanë parë se po devijon Kosova nga kursi demokratik. Çka duhet më tepër? Me u thonë këtyre liderëve politik, këtyre partive, se sa Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë po kërkojmë lider tjetër. Ky nuk bën. Ky përbën rrezik për interesat e Kosovës dhe të SBA-ve në rajon. Dhe çka duhet më na thonë tjetër? Më na shkoll në ngrata apo më na thonë, më na i çel letrat e mi pana se ky njeri realizon ambicet e atyre që nuk e shohin Kosovën shtet? E që lidhen me këtë projektin e ri të Euroasiatik, të Rusisë, Kinës, të Brazilit? BRICS-in. Pra, na jemi në situatë kur kemi problem, jo vetëm me krizën e identitetit të leadershipit, që janë peng i të kaluarës tyre dhe instruksionet që marrin drejt për drejt nga Sorosi që janë buxhetuar, e pranove dhuratën, e humbe të drejtën, kështu na mësonin drejtësi. Dhe këta zotëri kanë pranuar dhuratën, janë produkti i Sorosit. Dhe këta do të shohin me ato politikat e zhberjes së shteteve duke krijuar korporata të mëdha ku nuk ke identitet. Prandaj edhe ju flen kjo situatë që kanë krijuar në raport me Serbinë, ku s'kemi as ratifikim kufish, as marrëveshje finale, edhe luajnë rolin sikur gjithçka është okay, ja na kemi kaprën, cili veri. Se po kalojmë nga tema në temë. A krijuam pretekstin? E krijuam pretekstin. Futem atëherë reciprocitetin nëse të kujtohet, Shtetet e Bashkuara na thonin, na jep një afat edhe një muaj. E që ne u deshte atëherë ish kryeministri Haradinaj, t'ju jepte edhe një vit se po ta kërkojnë Shtetet e Bashkuara. Ata të kanë ndihmu me u liru, kur ata kanë menduar se ti duhet me u liru. Se na luftë për organizime për luftë kemi bën prej se ekzistojmë në regjimin komunist jugosllavisë, ose siç thot fishta i madh, në një çojshojt ata kanë shej vetin qiell i dhej. Domethënë prej se ekzistojmë jemi në armiqësi. Por asnjëherë sa arritën fitoren derisa Amerika nuk vendosi. Ta lypin një muaj për çështjen e reciprocitetit me hiç. Nuk e hoqën. Çfarë ndodhi? E futëm Kosovën në krizat barikadave. Arrestuam një policë dhe u larguan të gjithë serbët nga të gjitha institucionet e Kosovës. I humbën 5 vite të shit patriotizëm në veri, futën makinat policisë me uniformat policisë, pastaj deleveshu civile dhe popim kafe në veri. Si bën këto improvizime në dëm të sigurisë kombëtare dhe të interesit shtetit? Këto vetëm armiqtë të vendit e bojnë. Kështu kanë vepruar ministri Fesla, ai tjetri i minoritetit, çfarë është ai Krasniqi, derisa Kfori ka kapur makina dhe i kanë kthyr brenda. S'kan dashur na degeneruar me qit publikisht, se këta kanë sunduar dhe median. Pra, edhe çfarë kemi sot mas 5 viteve apo 6 po bën që bën këto farë heroizma, patriotizma në përveri. E kemi pra një Kosovë ku tani me zgjedhje të rregullta, nuk na u heqën masat sankcionuese të BE-s për shkak sipas marrëveshjes së Bratislavës, që ishte deeskalimi.
sepse s'le ke Serbia me bëhet eskalimin, s'na la me bëhet referendumin, se tani ja kem kriju vetë një çastin me pengu procesin shtetëror të Kosovës. Sot me zgjedhje po kthehen të gjithë në institucione. Tani ati zotërisht që komandonte si zëvendës komandant atje Elxhani në veri, i vjen drejtori serb aty se është parashikuar me ligj atje me qenë serb, dhe çka përfituam na për 5 vite? Përveç sankcione nga BE dhe sankcione nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe izolim total të vendit. Çka përfituam 5 vite? Cili është ai patriotizëm? Cila është ajo liri dhe shtrirja e pushtetit në veri? Urnota shtrirja e pushtetit. Çka nëse vinë ata nesër në komuna e ta heqin flamujën e Kosovës, e ta vendosin të Serbisë? Çfarë do të bëjmë? Pra shifte ku kanë fut vendin kjo ktos. Prandaj e bëra thirrën se këtu qytetarë duhet ta shfaqin forcën e dinitetit tyre, s'po them forcën e revolucioneve në shamia të kuqe që ka bërë Albin Kurti me kallë institucione, me sulmu policinë. Jo, janë produkt i gjakut ton, i djersës ton, i sakrificës të popullit. Por forcën e dinitetit tyre të bllokohet qeveria, nuk mundet as shteti as kërkush kundër popullit, se në fundit edhe shteti është popull. Zotë Berisha, çfarë ndodh? Këta duhet t'i heqim me mjetin vot dhe forma tjera pa dëgjueshmërie nga institucionet dhe ta shpëtojmë Kosovën dhe vetveten tonë nga kjo ku po e çojnë Kosovën ta. E qartë, por çfarë